Me prezantimin e pajisjeve dhe automjeteve, zjarfikësit e Tetovës shënuan ditën e zjarfikësve. Në sheshin e Tetovës u ekspozuan pajisjet për përballje me zjarret, shpëtimin nga përmbytjet dhe aksidenteve të trafikut, kamion kundër zjarrit, por edhe shkallë speciale për t'u përballur me zjarret në katet më të larta të banesave. Më 20 maj në Maqedoni shënohet dita e zjarfikësve. Është një nga ato data që nuk kërkon fjalime të mëdha sepse vetë profesioni flet mjaft fuqishëm. Zjarfikësi është njeriu që hyn aty prej nga të tjerët dalin, në flak, tym, rënoja, vërshime, aksidente dhe minuta në të cilat jeta matet me shpejtësi, dije dhe guxim. Nga njësia territoriale kundër zjarrit Tetov theksojnë se njësitë kundër zjarrit vazhdojnë të përballen me sfida serioze, para së gjithash për shkak të mungesës së kuadrit dhe pajisjeve të vjetruara, edhe pse vitet e fundit po bëhen përpjekje për përmirësimin e kushteve. Zjarfikësit si zakonisht ne kemi mungesa, dihet që kemi mungesa në resurse njerëzore dhe normal në makineri të ndryshme. Kapaciteti i zjarfikësve të Tetovës dihet që kemi një flotë, si që shifni edhe këtu, me makineri të reja të specializuara për shuarjen e zjarreve dhe ndeshjeve në komunikacion. Zjarfikësit në përgjithësi në Republikën e Maqedonisë kanë probleme, si që edhe ju ceka me makineri, që kanë të vjetruar, mirë po falë donacioneve që kemi nga donatorë të ndryshëm, si që është UNDP dhe Ambasada e Zvicrës, kemi makineri të reja ne si zjarfikës këtu në qytetin e Tetovës. Qytetarë, nxënës të shkollave madje edhe fëmijë të qerdheve pan nga afër pajisjet e zjarfikësve dhe u njoftuan për punën e tyre. Kopshti Blecat ka për qëllim atë që mëson në klasë, atë edhe ta shohin në praktik. Është një ditë shumë e mirë sot dhe aktivitetet shumë të rëndësishme për ditën e zjarfikësve, aktivitetet të cilat ne i shohim nga afër, atë që ndonjëherë mund të ndodhë në fatkeqësi. Fëmijët sot pan nga afër punën e heronjve tanë, pan nga afër mjetet me të cilat në rrezik ne mund t'i kalojmë me lehtësi. Sot kemi dalë me grup moshën parashkollore, të janë grup mosha parashkollore 5-6 vjeçare, të cilët t'i njohin pak prej sa afërmi mjetet të cilat ndihmojnë në lidhje me zjarre të ndryshme të cilat mund të kaplojnë ambientet e shtëpisë, firmave ose gjithçka tjetër dhe t'i shohin edhe mund të njoftohen nga afër se çfarë janë dhe si përdoren. Zjarfikësit janë heronjt e përditshmërisë, njerëzit të cilët janë gjithmonë të parët aty ku rreziku është më i madh. Profesioni i zjarfikësit nuk është vetëm profesion, por një thirrje që kërkon disiplinë të theksuar dhe përkushtim të pashoq. Zjarfikësit e Tetovës thanë se, për dallim nga vitet e kaluara, njësia e tyre kundër zjarrit është më mire pajisur, por edhe më tej ka hapësirë për pajisje të reja, por edhe për resurse njerëzore.